Të nderuar shikues, ju përshëndes. Ky është parashikimi i motit për sot dhe nesër sipas Meteoalp. Shqipëria vijon në mbizotrimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke sjellë në territorin shqiptar mot të kthjellët dhe temperatura të larta, ku vlera më e lartë do të shënohen në zonat qendrore dhe jugore të vendit. Për sa i përket motit, kthjellimet do të jenë prezente deri pasdite, ku pritet grumbullimi i vranësirave në skajin verior dhe juglindor, duke rrezikuar rrebeshje shiu, si edhe breshë në zonat e izoluara. Parashikohet gjithashtu që orët e vona të mbrëmjes të përmirësojnë sërish dukshëm kushtet atmosferike në të gjithë territorin e vendit. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje në të dy vlerat ekstremale ditore, duke u luhatur nga 7 gradë Celsius vlera me ullët deri në 31 gradë Celsius vlera me lartë në rang territori. Era do të fryejë lehtë në tokë dhe mesatare në det, duke arritur shpejtësinë maksimale deri në 45 km/orë nga drejtimi veri perëndimor, duke krijuar në brigje detare një dallgëzim 2 ball. Le të njihemi tani me motin për nesër në vendin tonë. Sipas Meteoalp, territori shqiptar do të mbetet në ndikimin e anticiklonit të Afrikës, duke sjellë mbizotrim të motit të kthjellët dhe temperaturave të larta gjatë gjithë paradites. Por orët e pasdites dhe në vijim pritet prezenca vranësirave në pjesën më të madhe të territorit, ku më të dukshme vranësira do të jenë në zonat verilindore, duke sjellë momente me pika shiu. Parashikohet gjithashtu që orët e vona të natës të përmirësojnë sërish kushtet atmosferike në të gjithë vendin. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënje të lehtë në mëngjes, por edhe mesdita sjellë rënje të tyre, duke u luhatur vlera ditore nga 7 gradë Celsius vlera me ullët deri në 30 gradë Celsius vlera me lartë në rang territori. Era do të fryejë lehtë si në tokë dhe në det me shpejtësi mbi 25 km/orë nga drejtimi kryesisht perëndimor, duke krijuar në brigje detare një dallgëzim të ullët. Tani do të njihemi me motin për nesër në rajon dhe Europë. Sipas Meteoalp, do të vijnë kushtet e paqëndrueshme atmosferike për gadishullin iberik dhe Europën lindore, duke sjellë rreshje shiu, ku her pas here do të jenë në formë rrebeshi. Po ashtu, me vranësira të shpeshta dhe rrebeshje afatshkurtra shiu, do të paraqiten Alpet e Europës si edhe zonat përreth tyre. Ndërsa për sa i përket motit, pjesës tjetër të kontinentit evropian do të vijojnë në ndikimin e motit të kthjellët dhe temperaturave të larta, si pasojë e zhvillimit për disa ditësh të anticiklonit të Afrikës, me ndikim deri në Europën juglindore. Të nderuar shikues, ky është edhe parashikimi i motit për sot. Bashkë do të shihemi sërish nesër.